Ralt, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe të uroj shumë suksese në zgjedhje. Faleminderit. Pyetja e parë që du të bëj është pse zgjodhe ti futesh politikës? Po për arsyeën e thjeshtë se mendoj që mund ta bëj më mirë. Dëgjoj, një nga arsyet që njerëzit shpesh pesmatohen dhe që ose më saktë të thonë se shqetësimi është pse të duhet politika dhe për arsye se kanë humbur besimin. E kanë të drejtë në një farë mënyrë. Por duhet të kuptojmë të gjithë që politika është rruga dhe mundësia e vetme për ndryshuar gjërat. Pra nëse je i pakënaqur me politikën, atëherë duhet të angazhohesh. Nuk ka rrugë apo mundësi tjetër. Kështu ndodh në vendet tjera në Perëndim. Pra nuk mund të rish me një anë sepse ti ke humbur besimin, por është e kundërta, duhet të japësh kontributin tënd për të ndryshuar gjërat. Dhe ne mendojmë, edhe unë personalisht, që tashmë 34 vjet mbas rënies së komunizmit, mbas tranzicionit të gjatë të demokracisë në Shqipëri, ka ardhur koha për një mundësi tjetër, pra për një alternativë tjetër, për një politikë normale, e cila në vetvete vendos njerëzit në qendër, ku nuk synon që përmes shtetit të rregullojë jetën e njerëzve, përmirësoj jetën e tyre, të sjellë më shumë të ardhura, por krejt të kundërtën. Sepse ne besojmë që shteti është problemi dhe shteti duhet të reduktohet, të hiqet nga kurrizi i njerëzve në mënyrë që ata të kenë më shumë liri për të zhvilluar jetën e tyre. Ne shikojmë se si për shembull shqiptarët kur ikin jashtë dhe kanë emigruar gjysma e popullsisë në 30 vite, ja kanë dalë, sepse kanë gjetur lirinë dhe mundësinë e duhur. Në Shqipëri e shikojmë që nuk ndodh kjo. Dhe me këtë do të ulesh të flasësh, të kesh një ide të bërë diçka, gjë e parë që të thonë po ty kush të lë. Në farë mënyrë kanë të drejtë, sepse që ditën e dytë që ti hap një nipt për biznes, të vjen tatime, të vjen gjithë inspektorët. Pra ne themi që kjo gjë duhet ndryshohet shumë. Sa të kanë ndihmuar të qenurit gazetar dhe historian më përpara në kalimin tek fusha e politikës? Më kanë ndihmuar shumë. E para një historia më ka ndihmuar që të kuptoj të kaluarën, gabimet e të kaluarës, të kuptoj se çfarë ka ndodhur realisht me vendin tonë, me shanset e humbura që kemi pasur ndër vite, ndërsa si gazetar të kuptoj më mirë njerëzit dhe pritshmëritë e tyre. Dhe unë kuptoj që njerëzit duan jo thjesht diçka ndryshe, një të re në krahasim me të vjetrën, por duan një politikë e cila e vendos ata në qendër. Dhe ne po të shikojmë, kemi 34 vite që bëhet një politikë si vitet 90. Flasim akoma për ujë, drita, rrugë. Askush nuk flet për aspiratat e njerëzve, askush nuk flet për të rritur të ardhurat e tyre. Në fundet të gjithë dalin nga mëngjesi në shtëpi që të çojnë më shumë të ardhura në darkë tek familjet e tyre. Dhe mendoj që kjo është thelbi. Pra ne duhet të rrisim shanset ekonomike, mundësitë ekonomike të njerëzve që ata të zhvillojnë jetën e tyre. Të merresh me politikë është më shumë vullnet dhe këmbgulja, apo do të jetë edhe një lloj misioni që ti thua do filloj të merrem me politikë tani sepse duhet bëj X, Y, Z, gjë. Janë të dyja. Pa politika kërkon që ti të besosh në diçka, në vlera të caktuara, por do të kesh edhe këmbgulje. Pra nuk mund të jetë një mision part-time. Dhe politikanët e suksesshëm janë ata politikanë të cilët kanë besuar në kauzat e tyre, i kanë vazhduar ato me vite, pra nuk e kanë parë thjesht si një çështje kohe, por si një çështje të cilët duhet të çojë një agjendë përpara. Dhe ne kemi parë të tillë në Partinë Mundësia dhe me Agronin, një projekt afatgjat politik që nis për të parë në këtë zgjedhje dhe shpresojnë që shumë shpejt jemi edhe një alternativë qeverisë në vend. Jemi me këmbë në tokë, pra ne pritshmëritë tona janë që të kemi minimalisht një grup parlamentar në këtë zgjedhje. Sondazhet që ne bëjmë dhe me kompani të njohura, por dhe të tjerat, tregojnë që jemi rreth shifrës 10% të mbështetjes dhe shpresojmë që kjo të përkthehet diku mbi 7 mandate deputetësh. Ta dojnë deputet të pavarur, njerëz të lirë, zëra të mirë, të pakapur, të pa bleshëm, të pa shitshëm, të cilët mund të sjellin një opozitë të re në parlament, e cila dal nga dal pastaj të rritet dhe të kthehet në një alternativë qeverisë për vendin. Çfarë të shtyu që në propozimin besoj të Agronit që ti bashkohesh Partisë Mundësia, që ti ta pranoje si ofertë? Sepse kam besim te leadershipi i Agronit. Agroni është ndryshe, nuk është si tjerët. Ka ardhur në politikë si rezultat e një rrugtimi personal të suksesshëm në biznes,
një biznes të ndërtuar jashtë Shqipërisë, pa lidhje politike, e një personi i cili ka ndihmuar në kauza të ndryshme, siç ka qenë një prej kauzave që unë jam marrë me memorien, me denoncimin dhe njohjen e krimeve të komunizmit në Shqipëri, apo dhe me Institutin Lu Moscondo për botimin e veprave historike të mëndimtarëve të mëdhenj të kombit shqiptar, dhe tek ai kam parë atë që Shqipërisë i duhet sot. E Shqipërisë sot i duhet një lider i pakorruptuar, një person i cili të ketë shansin të ndërtojë një qeverisje të pakorruptuar, sepse ne besojmë që korrupsioni është mama e problemeve në Shqipëri. Dhe në atë që kemi sot në skenën politike është Agronishi i vetmi që e mundson këtë gjë. Pra është njeri i bërë vetë, jo si tjerët që kanë marrë nga politika ose kanë hyrë në politikë për të pasuruar. Agroni është krejt e kundërta, pra ka hyrë në politikë si njeri i realizuar me një kauzë, me një projekt, me një ide, e cila ndryshon nga të tjerat. Pra, nëse gjithë të thonë që me shtetin do rregullojmë gjithçka, pra me shtetin do rrisin pensionet, me shtetin do shtrojnë rrugët, me shtetin do rrisin pagat, me shtetin do rrisin ekonominë, ne themi jo. Këto rriten përmes tregut, hapjes ekonomisë, çlirimit të saj, mosdhënia e gjithë të mirave materiale vetëm në 4-5 duar, në 4-5 biznesmen, por përkundrazi çlirimi nga monopolet dhe vetëm me anë të kësaj forme ne mund të rrisim qenien e qytetarëve, sepse është një model i provuar, pra perëndimi është zhvilluar vetëm në sajt të lirisë dhe iniciativës private, jo shtetit. Sa e vështirë është për ju si parti të bëni fushat në një kohë që partitë e vjetra kanë struktura, kanë njerëz, kanë media pas tyre, kanë biznese fuqishme pas tyre. Pra, e keni hasur vështirësinë këto ditë gjatë kësaj periudhe në fushat? Këto janë vështirësi, absolutisht po. Jemi në një garë të pabarabartë. Për shembull, partitë e vjetra marrin edhe fonde publike dhe u nda këto ditë. Por ne jemi organizuar, kemi një vit, kemi struktura në gjithë Shqipërinë. Në çdo qytet kryesor kemi zyrë dhe koordinator dhe anëtar të cilët janë aktivistë që na janë bashkuar që herët. Por patjetër që vështirësia është te fakti që partitë e mëdha kanë mbështetje financiare të fuqishme, kanë mbështetje mediatike të fuqishme, ne vuajmë për vëmendje të mediave, por e kemi zgjedhur të rrugë pa më dyshim. Një nga krenaritë tona është që ne nuk pranojmë financime nga të tjerë. Pra ne kemi thënë që Agroni është financuesi vetëm i partisë për të pasur një parti me financa për aktivitet normal dhe besojmë që kjo është një nga pikët tona më të forta, sepse kjo na bën të lirë për të thënë jo. Dhe kemi treguar edhe te kandidatët që kemi, nuk kemi bërë pazar me asnjë që kush ka shërbyer në politikë në këto vite, sepse kemi menduar që kjo është rruga e vetme për të fituar besimin e shqiptarëve dhe këtë gjë duan shqiptarët sot. Ju jeni në takime të përditshme me njerëzit. Cila është kërkesa kryesore e njerëzve? Pra, çfarë thonë njerëzit, çfarë nuk shkon me Shqipërinë? Mirëqenia ekonomike, pamundësia për të zhvilluar ekonomikisht. Pra ti flet dhe me njerëz normal të cilët janë punësuar, kanë një profesion shumë të mirë dhe thonë që të ardhurat tona nuk dalin, ose që detyrohen të bëjnë disa punë, dhe atje ku e kanë mundësinë. Dhe pyetja që shtrohet është se si ne mundet të rrisim mirëqenien e shqiptarëve. Në mënyrë që jo vetëm ata të mos ikin, por edhe të ndërtojnë jetën e tyre në këtë vend, i cili i ka mundësitë për të zhvilluar e për të bërë një vend normal. Pra ne mendojmë që mirëqenia e njerëzve është çështja themelore dhe që të realizohet kjo kërkon atë modelin që ne propozojmë, që ata të mos pengohen nga shteti, që të hapet ekonomia, që të rritet konkurenca. Pra në një vend ku s'ka konkurrencë, nuk rriten edhe pagat, nuk rritet mirëqenia, por kundrazi vetëm shtremtohet. Ne kemi treguar me shembuj konkret se si për të njëjtat produkte, makarona, orizi, në supermarketet italiane janë 2 herë më të lira se në supermarketet shqiptare. Dhe arsyeja është e thjeshtë sepse ka vetëm 2 ose 3 njerëz që importojnë mallra, sepse vetëm ata lejon qeveria. Pra, kjo është shtrirë në çdo sektor. Pra, pak duar kontrollojnë ekonominë, nuk ka konkurrencë. Dhe sigurisht, kur s'ka konkurrencë, çmimet janë të larta dhe pagat nuk rriten, sepse nuk ka interesa të rrisi pagat, sepse ky është modeli ekonomik që ka imponuar qeveria. Ne kërkojmë ta studojmë këtë gjë.
Pra nëse ne hapim ekonominë, e çlirojmë nga monopolet, e çlirojmë nga shteti, pra duke reduktuar kompetencat e shtetit, duke ulur me dy fish taksat, duke ulur me dy fish shpenzimet administrative, dhe duke treguar një vëmendje të veçantë të shtetit në veçanërisht në 3 sektor, në shëndetësi, arsim dhe në siguri, mendojmë që gjërat do ecin më mirë.